Avokat, si shpjegoj që Shqipëria nuk njët për asnjë prodhim të vetin deri tani? Po kush e lejoi Shqipërinë që të prodhojë ti? Nuk e shikon ligjet që kanë bërë këta? Më hape një temë tjetër tani. Ligjet më antikombëtare i ka bërë Parlamenti Shqiptar, politikanët shqiptarë, spionët e Beogradit e të Atinës, me qëllim që Shqipëria të importojë domate, kastraveca, tranguj, patlıgjane, pjepra, shalqi, të importojë nga Maqedonia, nga Greqia dhe nga Serbia, dhe të mos prodhojë vetë, dhe tokat tona rrinë shkret, djerë, sepse kanë vënë taksat të tilla që është e pamundur të punojë bujku shqiptar. Do marrim një shembull. Unë do marr shtetin grek se kam jetruar atje. Në shtetin grek, zotri, ai bujku, fermeri, e paguante naftën për traktorat me 30% të vlerës. 30% të vlerës. Këtu naftën ai bujku për traktorin, për zetorin e tij që do punoj tokën, e paguan 100% siç e paguan dhe ai që ka veturën. Pra, këta janë armiq të betuar të këtij vendi. Kjo klasë politike, ndash PDPS edhe të tërë lukunia e qënve të tërbuar që hahen si qënë tani në korit atje në zgjedhje në këto, e tëra ka punuar kundër Shqipërisë. Edhe punon kundër Shqipërisë. Dhe pas tyre vën vetëm lamashër, zagar dhe njerëz interesatgjë, jo kombëtar, jo njerëz që duan vendin. Unë e kam thënë, e them dhe do ta them. Unë kam luftuar në kuptimin që kam mbështetur ndonjë forcë politike që ka menduar se ishte për shtetin, jo për pushtetin. Po në fakt shqiptarët luftojnë për pushtetin se duan, secili kërkon të vjedhë sa më shumë. Prandaj nuk kam asnjë mbështetje te këto forca politike që kandiduan edhe bën, dhe prandaj dhe nuk votova, se për këtë votosh. Këta janë të tërë qenë të tërbuar vetëm për të vjedhur, për të vrarë, për të grabitur. Ose si e krahason ushtrinë që kishim ne para 91-shit me ushtrinë pas 91-shit? Është prapë tek ajo politika antikombëtare që kanë ndjekur qeverisë shqiptare që nga 92 e këtej. Shkatëruan ushtrinë, shkatëruan armatimin, shkatëruan gjithçka, shkatëruan industrinë. Ore, këta kanë ardhur në Shqipëri, në politikën shqiptare, janë mbajtur deri tani nga LGBT-qet e Evropës dhe nga banditit e Beogradit, kanë ardhur vetëm për të shkatëruar Shqipërinë. Është Çubriloviçi, sërb që zbatohet ditë për ditë në Shqipëri. Janë larguar 1 milion shqiptarë, zotri. Më bukur se që kanë zbatuar këta politikën e sërbit, nuk ka, edhe vetë sërbët të vinin këtu, Miloševićin të sillen në Shqipëri ti, që të qeverisë Shqipërinë, më mirë se, më shumë se këta nuk do bënte. Këta janë të tërë armik të betuar. Ure ka janë t'i takosh në zyre në rrugët i pështysh, të tërë. Madje e hedhë dëmë pështyme të edhe këtyre. Këtyre duhet të hedhësh fekale të rive, kur i shikon në rrugë. Sepse janë antikombëtar, janë anti-shqiptar. Kanë vrarë dhe po vrasin një popull të tërë. Këta kanë bërë genocid në të tëra drejtimet. Por, krimin më të madh që kanë bërë me zhdukjen e 500 uzinave dhe fabrikave shqiptare, me zhdukjen e miliarda dollar armatime dhe pajisje ushtarake që i kishim, të mirat të liga po i kishim. Se do marrim një rast, marrim aeroplanin reaktiv MiG-21. Është në fuqi sot, është në punë në shumë shtete të botës të Evropës. Ndërsa këta e morën çuan në Kuçov për skrap. Ore, nuk ke gati kapësh këta, prandaj unë pres ditë për ditë të arrestohen. Ndryshe Shqipëria pastaj të harrojnë hartën e Shqipërisë. Avokat, ka pas Shqipëria kapacitete ushtarake të mjaftueshme për të luftuar? Për të luftuar me vite të tëra. Për të luftuar me vite të tëra, po ta them unë. Ne kishim 1100 tanke, zotëri. Ne kishim me qindra grykazjarri. Ne kishim 130-140 avion supersonik reaktiv, që janë edhe sot e kësaj dite në punë në vendet ndryshme të botës. Qoftë MiG-17, 19 dhe 21. I kishim zotëri, i kishim të tëra i kishim. Ore, këta kanë vepruar me urdhër të Beogradit, gjithçka që kanë bërë me urdhër të Beogradit. Këta kam thënë dhe në për intervista tjera kur ishim në Greqi. Qeveritë shqiptare punojnë për Beogradin. Se ai i krijoi Dušan Mugosha me Miladin Popovićin.
me spionin e tyre, me krye agentin e tyre Enver Hoxhën, edhe me agentët e tjerë pasaj që vazhdojnë dhe sot të kësaj ditë, dhe i kenë pushtet. Me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanu, të tërë i kenë pushtet. Kush e bëri ligjin 7501? Ramiz Alia me Wilson Ahmetin e bënë në 91-shin. Edhe këta bëjnë dhe një tjetër, për ta denigruar Sali Berishën, i thonë ke bërë 7501-shin. Jo, zotëri, e ka bërë Ramiz Alia me Wilson Ahmetin. Sali Berisha bëri atë tjetërin që nuk e revokoi atë ligj. Dhe unë ja kam thënë, dhe e them prapë dhe sot, i ka vajtur në zyrë, në 97-ën, më ka pritur, kam në një orë e 25 minuta në zyrë, sa lëvizën kareke si kur kishë gjëma se nuk u jepte dot përgjigje pyetjeve të mia, që i thash pse nuk revokove vendimet e Kongresit Përmetit, pse nuk dhe pronarëve të ligjshëm, pse vuren pushtet njerëz të korruptuar, etj. Çfarë përgjigje tjetër? Dëgjoj përgjigjet. Për 7501-shin tha humbisim elektoratin. 1. Për pronarëve të ligjshëm tha nuk do ngjallnin prap tha vërlacët me shok. U bën 2. Për prishjen me amerikanët atëherë tha po unë nuk pranoj, amerikanët tha më kërkuan tha që të jepja ishullin e Sazanit tha. Unë nuk do bëj atë që bëri Ahmet Zogu tha me Shënaumin. Zoti Berisha të më ndjekë njerëzit e tuaj të dëgjojnë këtë që po them. Edhe po e burr dile për gënjeshtroj. Unë jam zasi Islami të flas ballë për ballë, sy në sy. Dhe për vendimet e Kongresit Përmetit nuk do na kuptonte populli tha. Dha ca përgjigje sikur kishte të bënte me ndonjë fëmijë të klasës parë aty. E kupton, pse se fliste në pozitat e forcës? U ka ardhur fundi këtyre zotëri. Unë i shoh të arrestuar të tërë këta. Më pas ke pas ballafaqim me Berishën? Jo, s'pranoj më kurraj. Absolutisht jo. Desha të takohen në 2005 kur erdha nga emigracioni dhe absolutisht nuk pranoj. Jam i zëni, tha asaj sekretares. Voka, po pse u kthej nga Greqia? Pse u ktheva unë nga Greqia? Në 2004 që Greqia bëri lojrat olimpike, Greqia mori fund. Dhe nuk kisha dokumentat, sepse me mbiemri Islami mua nuk mi bën kur dokumentat, asnjëherë. Dhe nuk kisha më çfarë të bëja. Do të thënë s'kisha më mundësi ekonomike për të jetuar atje. Kaq. Po integrimi në Shqipëri pastaj ishte i vështirë? Absolutisht jo. Kisha ja si se shkon, jam në zyrën time, jam në shtëpinë time. S'pata në ju. Mua atë që më bën këta kriminalët, këta uqrit, këta fëllëqësirat e Partisë Socialiste që nuk njohin ato diplomat e fëmijëve të mi. Nuk i njohin. Diplomat greke funksionojnë në gjithë botën, në gjithë universitetet e botës. Madje për këtë çështje kam kontaktuar dhe me ambasadoren e Greqisë këtu në Tiranë kur kishte një fest Arsakjo për diplomantët që kishte ardhur dhe një nga linguistët dhe kreu i studimit të gjuhës greke. Ja harrova emrin si e ka ai tani. Dhe kur i thash asaj që zonjë, pse nuk ndërhyni që të njihen diplomatues, se diplomatues shkojnë gjithë botën. Kemi 2 vjet tha që merrem me Edi Ramën, tha që luftojmë për këtë punë, tha dhe Edi Rama nuk dëgjon tha që ta ndryshoj. Se e bëri Edi Rama në funksion në interes të Enri Qilit. Ore ky i ka të tëra zeda, mo, ky është super bandit, mo, po ky është një fëllëqësirë kombëtare, mo, ky është Edi Rama. Vret. Nuk i vret me pushk, siç i vrau paraardhësit i Enver Hoxha shqiptarët, po i vret duke mos u njohur diplomat. Kujtë, cilëdo shqiptar që ka studuar në Perëndim. Dhe të gjithë këto i bëri në funksion të Enri Qilit në 2015. E kuptoj që janë këta që po na qeverisin. Ore këtu duhet të ngritur i gjithë popullin këmbë, por nuk e kuptojnë që atë hall që kam unë sot e ka çdo shtëpi. Po pse nuk ngrihet? Kush e ngrihet? Populli. I duhet një shkëndij. Po nga po e presin një shkëndij. Se di. Unë mendoj që i duhet një shkëndij. Sepse duhet të dinë që atë të keqe që më ka bërë mua Edi Rama, do t'ua bëj të tërë. Unë po t'jap një shembull konkret, original, më dëgjoj me vëmendje zoti gazetar. Bashkë me një nga fëmijët e mi ka mbaruar dhe djali i një deputeti që unë e kam komshi këtu poshtë.
të njëjtin fakultet, me të njëjtat kredite, me të njëjtat kriteret, të njëjta absolutisht të njëjtë fakultet. Atia ja ka njohur diplomën master shkencor, ndërsa fëmijës tim bachelor. Ky është Edi Rama, ky është kriminali, ky është bandit. Mos e ka pas personale me ty? Atë nuk e di me kë ka pasur. Ligjin e ndryshoi në 2015. Nuk e di me kë ka pasur. Dhe paradoksi tjetër i drejtësisë shqiptare është që me të njëjtat kredite, me të njëjtat lëndë tjera, njerëz fëmijë, të dy fëmijët e mi që kanë mbaruar jashtë, njerëz që njohin master profesional, ndërsa kësaj që kanë mbaruar juridikun, bachelor. Ore këta janë bandit në të tëra sferat e jetës këta, po mi të gjitha kanë kapur drejtësinë edhe s'ke që bën. Se thosht të populli kur të zë, ka ti u sa bën njeri davat.